Zoti Sarova nga Spaku prisni gjë? Nga Spaku prisni gjë, them, keni pritshmëri nga Spaku? Pritshmëri për çfarë? Për të bërë çfarë? Po, për goditje në çfarë niveli tani do jenë nga sepse i fundit ishte një ministër që ishte në nënhetim, pavarësisht se prisni gjë nga Spaku i ke fjalë, mendova se shikoj. Mendova se them prisni gjë nga Spaku lidhur me goditjen e asaj që ndodhi në zgjedhje. Në këtë pikë nuk pres gjë. A prisni gjë sepse ato bën palë, siç e pat shumë herë fshen i dokumenti i fundit i tmerrshëm që ishte një akuzë ose çfarë ishte një përpjekje për ta thritur për hetim te Benet Beci në Shkodër, ai kanë bërë fshehur para zgjedhjeve. Çfarë pres nga Spaku? Kjo është flagrante, kjo është skandaloze. Domthon ti ke dokument që është i korruptuar dhe ti e fsheh që të mos pengohet pjesëmarrja e tij në zgjedhje apo të jetë aktiv. Ai s'ishte në zgjedhje, por të jetë aktiv në fushatën zgjedhore. Kjo është skandaloze. Çfarë pres nga Spaku? Përsa i përket tjerave, që në fakt nuk varen nga Spaku, mali dokumentave, fakte e tjerë, korrupsionet e tjerë që mund të përfshihet dhe çështjana, këto nuk varen shumë nga Spaku. Varen nga ata që janë pas Spaku, që interesojnë për drejtësinë shqiptare, nga europianët dhe amerikanët së pari. Kështu që në dy gjëra, për zgjedhjet nuk pres gjë, për këtë pjesën tjetër, ndoshta mund të ketë, por nuk mund të flas për sa kohë kanë fakt dhe them do marrin këtë do mediat siç e thash gëlojnë prapë me shumë gjëra, do marrin këtë, do marrin atë, nuk bëj komente për këto. Por edhe mund të marrin, shikojnë. Zoti Sarova, në një pyetje të fundit kam, në gjithë të situatë ju jeni njohës mjaft i mirë vetëm i zhvillimeve brenda, me eksperiencë mjaft të madhe, por njohës i mirë edhe i gjeopolitikës. Tani kishim stërvitjen Defender 25 në Balkan. Inkursionet e reja në Rusi me Ukrainën vështirë, paqja duket shumë larg. Ndërkohë që sot kemi ndezjen e lindjes. Atëherë kur duket shumë larg mund të jetë shumë afër. Lindja e mesme është ndezur. Tani puna çfarë po ndodh përballë gjithë asaj që diskutuam ne, kjo është shumë e vogël përballë asaj të madhes. Sigurisht. Po halli ynë është shumë i madh se të gjithë tjerë, pavarësisht se ne jemi pjesë e familjes madhe, secili shikon lagjen e vet. Para se të rregulloj lagjen e vet nuk merret me botën. Por edhe ai është një hall i madh sepse bota e sotme është ndërlidhur dhe një zgjerim lufte atje sigurisht na prek me flakët e saj edhe ne, as nuk diskutohet fare kjo punë. Çfarë ndodh është situata shumë e paparashikueshme. Domethënë unë do të bëja rolin e një njeriu qesharak ose analisti ekspert i qesharak nëse do thotë do ndodh kjo, do ndodh ajo. Po unë shpresoj shumë që të mbyllen dy lufta. Ajo që është një gjë shumë absurde dhe natyrisht që faji në këtë rast i shkon kryesisht Rusisë, se kanë fjalën për luftën në Ukrainë, është ndërkohë që bëhen përpjekje të mëdha për fshirë Amerikën këtu, për Amerika kryesore për të mbyllur luftën, të shkojnë bisedimet për të bërë një marrëveshje paqe. Ne shikojmë që ata godasin civil, godasin ndërtesa, banimi, thjesht krijojnë viktima derdhin gjak. Kjo është fatkeqësi, pse? Sepse ka disa elemente shumë interesante, po ti shikosh shumë. Ato nuk janë pjesë lufte. Atëherë duket që është një shantazh, si puna e atij njeriu që e merr torturon, do më thosh të gjë apo ta shkula thojnë, ta bëre edhe këtë tjetër. Është shumë qesharak edhe një shteti të madh si Rusia, ose shteti i madh, pavarësisht çfarë regjimi ka të bëjë tilla gjëra, po ja që ndodhin këto gjëra dhe duhet nxjerrim mësime të tërë njerëzit dhe ata që janë më larg politikës. Ju po si media, shikoni çfarë bëhet. Ti mund të bësh luftë në front në gjithë, por ç'është kjo dërgon dron? Edhe nga një anë i dërgon dron, godet një shkatron në i Barfanjak diku në periferi, nga ana tjetër e ruan atë pjesën e qendrës së Kievit e tjetër. Çfarë do të tregosh me këtë? Se ka budallëj për treguar që ja ti nuk po godet tamam, po ti s'godet se s'kishe fuqi, se të shkatruan autokollonën me tanke para 3 vjetësh mu në periferi të Kievit. Ajo punë mori fund, nuk e pushtoi ato. Por këto janë cicmice të vogla, po megjithatë, pavarësisht tyre, to që janë komente të tepërta. Dylber mendoj, shpresoj shumë që do të arrihet diçka sepse është një fakt, luftë nuk e do asnjëri, askush nuk e do. Natyrisht dikush është i detyruar, të hapi luftë për agjenda politike të brendshme, siç është rasti i Rusisë. Po është fat i madh që presidenti Trump që është në krye të Amerikës është një person i cili është shumë i lidhur dhe po bën përpjekje të jashtëzakonshme për paqen. Ai nuk ka besuar një sjellje të tillë Putinit. Ka menduar që botë lëvizim ne, botë arrihet ajo përpjekje e cila është bërë qartë tani, do kalojë me ndryshim kufish aty në Ukrainë,
edhe ai do të pranojë. Ai vazhdon të mos pranojë, sepse do cop edhe më të madhe. Nuk e di se çfarë më ndodhi. Dhënë Zoti se kështu është për të thënë, s'ka parashikuar se thash që po mbyllen dy luftrat, sepse një luftë më e madhe, të cilën sado që të krenohet Putini dhe ato servile që janë vinë rreth rrotull, edhe Medvedevin, që flet më shumë se sa Putini ndonjëherë, një përballje Rusisë me NATO, Rusinë e çon në ferr. Por Kjo është e qartë. Dhe ai e di shumë mirë këtë. ju tha diçka. Më fani për ta mbyllur se ju mora shumë kohë. Faleminderit. Ju më thatë që ne duhet shikojmë në tërësinë e asaj që po ndodh. Duhet shikojmë ku jemi ne kemi hallin ton. Tani SBA përballë konfliktit në Ukrainë, Trumpi tha ti lëm ata fëmijë tha në kopsh që të zihen. Europa është e pafuqishme. Ndërkohë në lindjen e mesme, Trumpi tha që shiko ne nuk kemi gisht atje, edhe Izraelin nëse do ta sulmoj Irani, do ta mbrojmë, por Izraeli tha që ne e bëjmë për vetëmbrojtje. Tani puna është po të vim tek halli jon në këtë situatë madhe kur Europa është e pafuqishme, edhe SBA-ja është hiqe mos e kput. Çfarë ndodh? Në ç'kuptim SBA është hiqe mos e kput? Sepse në Ukrainë po e le konflikti që po e le. Nuk po arrin dot. Nuk arrin dot. Mos e kput, nuk arrin dot, po. Çfarë ndodh në Kosovë nëse Serbia i teket për ndërhyrë? Për sulmuar Kosovën. Unë mendoj që Serbia edhe atë pak vullnet që ka pasur për të bërë goditje në Kosovë tashmë se ka më. Sepse vullneti amerikan është konsoliduar, jo vetëm me dërgim trupash, jo vetëm këtë stërvitje që u bë tani, që është një tregues, por nuk është gjithçka. Por kryesisht treguesit janë politikat, ato që bëhen haptas, por ato që bëhen në kanale diplomatike. Ai nuk do të guxojë më të sulmoj Kosovën. Po shikoni, ka filluar gjyqi i ngjarjes që ndodhi në Bajs para sa u bën një vit e ca 2 vjet. Edhe kjo është një tregues që domethënë ata janë detyruar të çojnë përpara drejtësisë, pavarësisht se mund të trajtojnë me ujë trëndafile të akuzuarit atje, pra t'i marrin me të mirë atje, por fakti që janë detyruar të kanojnë kanale gjyqësore do të thotë që Serbia nuk mund të bëjë çfarë të dojë më atje. Pra shanset për luftën janë ulur shumë. Kjo nuk do të thotë që një përqindje e vogël nuk bëj aventurë. Por shanset janë ulur shumë sepse edhe Putini mos përsërisë ato që tha më parë. Pavarësisht se bën ato që bën, nuk është në gjendje ndihmonoj. Zoti Sarova, ishte shumë kënaqësi që zhvillon këtë bisedë. Falenderoj shumë për analizën dhe për kohën. Kënaqësi Dylber, gjithë mirat.